Lirim, ne këtu jemi shumë të lumtur që Kosova e ka këtë pluralizëm dhe këtë funksionim të demokracisë. Nuk e shohim vetëm zi. Unë do të thoja, pluralizmi politik në Kosovë është nuk po përcillet me një pjekuri politike të partive politike, sepse kjo zvarritje edhe kjo blokadë 10 muajshe ka efekt tjetër në Kosovë dhe ka efekt tjetër në një vend të konsoliduar demokratik. Për Kosovën, edhe ka studime tashmë që janë bërë për këtë gjë, çdo ditë e zvarritjes në konstituimin e institucioneve të reja kushton rreth 3 milion euro. Në kuptimin e projekteve që janë bllokuar në raport me Bashkimin Evropian dhe organizata tjera ndërkombëtare. Dhe është automatikisht duke pasur efekt në shumë procese tjera ekonomike dhe sociale e gjithë kjo blokadë. Kështu që unë nuk do të quaja një gjë normale, sepse po na kushton në jetën tonë të përditshme. Janë gjithë ato procese, gjithë ato projekte, gjithë ato nisma rajonale, europiane, të cilat janë të bllokuara totalisht. Nga studimet që janë bërë prej organizatave shoqërisë civile, Kosova vetëm këtë vit i ka humbur mbi 860 milion euro nga projekte që lidhen vetëm me Bashkimin Evropian. Dhe shumë projekte të tjera që lidhen me organizata të tjera. Papjekuria politike në Kosovë ka shkuar aq skajshëm dhe ne, sikur po e morim për të mirëqenë këtë mungesën e kompromisit, edhe asnjë gjë nuk e arsyeton këtë gjë. Mund flasim për takimin në ambasadën amerikane, problemet që ka Kurti etj. Por një gjë është evidente, të gjithë liderët e partive politike janë treguar të papërgjegjshëm karshi institucioneve të Kosovës dhe në poshtin e kundërshtarit politik e kanë bërë edhe me kushtin e rënimit të institucioneve. Dhe këtu po flasë edhe për partitë opozitare, si PDK dhe LDK, të cilat janë hisedarët kryesor të shtetë ndërtimit të Kosovës, të cilat për ta rritur këtë polarizimin me Kurtin, kanë shkuar deri atë pikë sa që të mos marrin pjesë në konstituimin e kuvendit. Ndërkohë që kjo është komplet një lojë e nisur nga Kurti, përderisa thonë që janë kundër tij edhe kundër shasës së tij, kanë luajtur lojën e tij duke qenë, domethënë, duke quar oponencën politike deri në rënim të institucionit. Më rëndësishme për partitë politike në Kosovë është që ta mposhtin kundërshtarin politik, sesa ta ruajnë dhe ta zhvillojnë atë që e kemi bërë me shumë mund dhe sakrificë. Kështu që këtu është një papjekuri totale dhe papërgjegjësi totale politike e të gjithë aktorëve politik, me përgjegjësinë më të madhe normalisht të Kurtit, duke qenë se ka pushtetin më të madh edhe votën më të madhe nga zgjedhjet. Ta dëgjoj pak dhe Zekën, po për të njëjtën çështje. Funksionimi i pluralizmit i demokracisë, pavarësisht ngërçeve që mund të krijohen, por ama kjo tregon që ka një demokraci të shëndetshme të brendshme. E para, dikush në studio tha që lëvizja vetëvendose, realisht e tha Albin Kurti e ka partinë më të konsoliduar, më të organizuar. Partia vetëvendosje nuk është partia, është lëvizje që i gjason asoj gardës revolucionare të Homeinit, ku Albin Kurti me dalë dhe me thonë publikisht që ka dalë një qend para Grand Hotelit dhe po hanë sopata, ai xhamati i tij, elektorati i tij thotë kjo është e vërtetë, e para. E dyta, në Kosovë nuk funksionon demokracia as në Kosovë, as në Shqipëri. Cila është arsyeja? Arsyeja shumë e thjeshtë, sepse nuk ka politikan dhe deputet as në Shqipëri dhe as në Kosovë që ka probleme. Këta i kanë probleme të zgjidhura. Dhe kur një politikan futet në politik që paraprakisht s'ka asnjë problem, s'ka problem me ujë, se jetojnë vila, s'ka problem me qerdhe, se fëmijët i çon qerdhe private, s'ka problem shëndetësi, sepse hyp aeroplanit dhe shkon në Itali, e në Suedi, e në Greqi. Nuk mund zgjidhen problemet as të Shqipërisë e as Kosovës me këtë klasë politike dhe me deputet të cilët shpërndajnë miliona për ble votë. Ky është një diskutim shumë i gjatë edhe
Shtegu të cilin hape tani ne duhet diskutojmë. Tani, qa është më mirë të vinë ndonjëri që duhet rregulloj hallet e veta, apo tjetë ndonjëri që mendon për hallet e tjerëve me që s'ka hallet veta? Kështu që... kjo është logjika ballkanike, po pra, kështu që s'ka lidhje... Sepse në logjikën, vetëm logjikën ballkanike, keti analist në për studio televizive, të cilët dolin publikisht, dhe thonë jam mik e këshilltari kryeministrit, dhe vjen e ban analiza në studio televizive. Vetëm studio televizive në Kosovë, Shqipëri, Serbi, Macedoni, ke bosa gazetar që janë më të pasur se sot çdo kryeministër të vendit Bashkimit Evropian. Dhe tu është arsyeja pse edhe mediat nuk kanë kur farë rolit të orientimit qytetarit, se cilat janë ndryshimet për cilat duhet votoj një qytetar i Shqipërisë ose i Kosovës. Dhe e fundit e po e mbyll, për me heq merakun e qipes, që tha aty që jo siguria jo, përderi sa ekziston në Kosovë vetëm një ushtar i NATO-s, unë jam shumë i sigurt, po që për çfarë vëmendje presim ne me pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Tiranë, e në Prishtinë, e në Maqedoni, kam idenë që duhet korrigjosh shënjestrën, se i shqetësuar në lidhje me atë se si po e shikojmë, nëse Kosova është në vëmendje të Amerikës apo jo, ishte Andoni. Qipa tha që është një çështje e brendshme e departamentit. Po qipës i kërkoj falje, tash Andonit fjap një lajm që Kosova e Shqipëria nuk prodhojnë as domate, as speca, hambisht Brazilit, kanceri në çdo 1000 banor, 200 banor janë të testum me kancer, kështu që s'ka na vy në vllot gjithaj personeli ambasadës, se kanë po që ne prodhojmë vetëm rrena, dhe nuk janë Amerikanë të Evropianë të interesu me pas dezinformator. Më mbrot prap, të thashe. Ne jemi shumë mirë. Ne në Kosovë jemi tepër mirë se e kemi sigurin nivelin më të lartë. Shqipëria e ka sigurin nivelit më të lartë se është antar i NATO-s. Dhe krejt në fund Shoku Albin, që e ka fut në trurin e shqiptarëve të Kosovës, që duhet gjithë me qenë varfër, të gjithë me jetu me një kola dhe me një sandwich, që ne duhet me hangër bari, si në kohë në Shokut e Envere, bari hanë vetëm lopa, ky i ka zgjidhë problemet e vendit. Varfëria është nivelin më të lartë. Kompanit po falimentojnë, 700 kompani kanë falimentu vetëm në këtë muaj në Kosovë. Ka ikje masive të njerëzve. Ka ikje, dëgjoni, Alban, a di që më ka ndodhë para 5 ditëve, a i quni që më heq flokët, që ne i themi berber, e i thoni berber këtyre që bojnë synet. Jo. Berberi themi dhe ne atyre që qedhin flokët, tani kemi filluar i themi edhe hairstyler. Oke, ata janë berberë dhe për flokë dhe për syneti për gjitha, po a di që më tha, a dalën dritare, dë betohem, i kemi numëru në stacionin e autobusave, 14 vajza duke prit, e vetëm një qunë duke prit autobusin. Për të shkuën punë? Do thot, kanë ikë në mënyrë masovike, po të them, lirimi e din, nuk e di lirimi a jeton Prishtina jo, por lirimi e din, që në rrugën B kanë falimentu me 10 lokale. Lirimi e din që me dalë në Prishtinë, dikur kur kanë qenë vendet më të famshme, sot është kretin. Dhe i dashur Alban, e din ti që dikur Prishtina ka qenë Parisi Tiranës? A pajtosh me mu? Ka qenë atraktive për jetën e natës, pa tjetër. Dëgjo, ne sot jemi bo fshati Tiranës. Sot Tirana shëndru në Parisin e Prishtinës. Këtu është vlosh kretin dhe mu po më dhamë në shpirt që 2 vajzat e mia jetojnë jashtë, tash vajzën e tretë që 10 vite kam qenë duke përgatit me anglisht për me nxjerr jashtë Kosovës. Pse? Se s'ka spitale, s'ka perspektiv, zotin arrujt. Dhe ka një dhunë të papar ndaj gazetarve.
i vetëmi kryeministër mbas lufte që i ka kërcënu në mënyrë publike gazetarët, prokuror, gjykatësit, është i madhi koka gjenitale kombit shqiptar me emrin Albin Kurti. Okej, Milaim, të falenderoj për këtë ndërhyrje. Okej, po sa është as pak okej. Jo, okej, thash, domethënë për mbyllje, domethënë sepse më duhet të kaloj në publicitet. Nuk ishte okej për hir të vërtetës, sidomos epiteti i fundit. Megjithatë, një fjali e fundit edhe për Krasniqin dhe kalojmë publicitet. Atëherë, pajtojmë pjesërisht me një pjesë të gjërave që i tha Milaimi, edhe kjo lidhet me atë që e thash, që kriza politike vërtet ka pasoja dhe ato pasoja ndjehen në përditshmërinë e qytetarëve të Kosovës, sidomos në aspektin ekonomik. Dhe vazhdimi i kësaj krize do të ndikojë edhe në potencialisht një valë të re të emigrimit, sepse do me thënë, mungesa e qartësisë është ai problemi i madh që e kemi në Kosovë aktualisht. Më herët ne kemi pasur probleme më të mëdha, kemi qenë në krizë më të madhe edhe ekonomike dhe sociale, po të paktën kemi pas të qartë ku po shkojmë. Kjo ka ndodhur që prej përfundimit luftës. Tani mund të jemi pak më mirë se që kemi qenë para 15 ose 20 viteve, po e kemi pak të pasqartë këtë pjesën se ku po shkojmë. Edhe në këtë drejtim të gjithë janë përgjegjës, jo vetëm zoti Kurti, po të gjithë aktorët politikë. Okej, ju falenderoj Krasniqin, falenderoj Zegën që i kisha nëpërmjet lidhjes këtu në studion e Radio Televizionit Publik në emisionin 3D.